Për më shumë se 4 orë, 10 qytetarë protestuan para godinës parlamentit, duke hedhur parulla kundër deputetëve, si të mazhorancës ashtu dhe të opozitës. Në mënyrë simbolike ata thollën tek obori para sallës së seancave plenare një kosh mbeturinash, për të thënë ligjvënësve shqiptar se kanë aty vendin e nuk i përfaqësojnë qytetarët. Protestuesit u vendosën në 2 hyrjet kryesore të parlamentit dhe kërkuan ndorëheqjen e qeverisë dhe anullimin e ndryshimeve që janë bërë në ligjin për zonat e mbrojtura. Në shenjë revolte ata qelluan me vezë makinat e deputetëve dhe ministrave, të cilët kaluan për atyre. Protesta u shoqërua me momente tensioni mes qytetarëve dhe forcave të policisë. Pas disa orë proteste, forca speciale ndërhyen për të larguar protestuesit nga hyrja e kuvendit e për të lejuar kalimin e deputetëve. Por edhe pse protestuesit u spostuan, ata qelluan sërish me vezë drejt makinave të ligjvënësve. Për shkak të tensioneve, policia shoqëroi disa protestues, ndër të cilët rritan goxhajn. Për këtë arsye, protesta e qytetarëve u zhvendos para godinës së drejtorisë policisë së Tiranës, ku kërkuan lirimin e tyre.